Shumë pasojë që shohim sot të fëmijët, psikologjike, fizike, vijnë nga mënyra se si ngjizet fëmia. Madje edhe një prirje homoseksuale që duan ta shikojnë si natyrale, nuk është natyrale, se nuk ka gen gay, haroje këtë. E di çam kujtoi mua në fillim fare kur u hapën rrjetet sociale. Thjesht mendonim që ne mund t'i përdornim telefonat dhe ishin në favorin tonë. Sot, mbas kaq pak vitesh, ne kemi krijuar një varësi nga telefoni, që nuk dalim dot nga shtëpia nëse harrojmë telefonin, kthehemi dhe e marrim. Se aty kemi të gjitha punët, aty është lidhur jeta jonë me telefonin. Njerëzit sot, edhe pse kanë shumë dije dhe kanë shumë diploma, kanë frikë nga macja e zezë. Kanë frikë nga kukuvajka, kanë frikë nga fenomene kur bie rrufeja dhe bien tavolinës ose kapin. Po më vërtet mirë, ne shpjegoj pak këtë se pëlqen shumë. Si thot Einsteini, shkenca pa fen është e verbër dhe feja pa shkencën është e qalë. Përshëndetje miq, jemi në podcastin me Jonën, jam në studio sot me Miron Çakon, përgjegjës së zyrës së katekizmit pranë kryepiskopatës. Miron, të falenderoj. Kënaqësi për mua. Do të flasim sot në lidhje me padrejtësitë. Po si qëndrojnë padrejtësitë përballë besimit? Së pari, Miron, çfarë është padrejtësia? Çfarë mund të quajmë ne një padrejtësi? Sado që ta kufizojmë, pothuajse gjithë njerëzit kanë eksperiencën e padrejtësisë, vetëm fëmijët e vegjël ndoshta përjashtohen se nuk e kuptojnë se atyre bëhet padrejtësi, po e tekalojnë, kurse të tjerë kur fillojnë dhe mendojnë dhe përballen me situata, konflikte ose me çdo vështirësi që përballon kjo jetë, përballojnë dhe padrejtësinë. Padrejtësia është të bësh diçka që ty të duket jo e drejtë. Por çështja është se ndonjëherë padrejtësia është dhe relative, sepse varet çfarë standardi kemi ne për drejtësinë. Kështu që padrejtësia shikohet padrejtësinë nëse ai ndesh me ligjet dhe moralin që ka vendosur Zoti, sepse ai është etaloni i drejtësisë. Dhe kështu e shikojmë neve kur dikush bën padrejtësi. E para bën ndaj Zotit, krijuesit, ndaj vetes dhe ndaj të afërmit, por dhe ndaj gjithë krijimit. Dhe fatkeqësisht padrejtësia ekziston në botë, sepse njerëzit nuk duan, duke filluar që nga zanafilla, t'i binden vullnetit hynor, i pëlqejnë mendja e tyre ose dhe tundohen për të bërë atë që është e padrejtë. Dhe padrejtësia ka kostot e veta. E para e vuan personi që e bën, por dhe të tjerët që bashkëpunojnë me atë, por dhe të tjerët që ndonjëherë nuk janë drejt për drejt në një akt padrejtësie, për shembull fëmijët vuajnë mëkatet ose padrejtësitë e prindërve. Miron, padrejtësitë që na bëhen neve, a na bëjnë më të fortë? Patjetër, duhet dish që jeta është një shkollë. Pra nuk është vetëm një vegjetim, një argëtim, është një shkollë ku neve mësojmë jo vetëm nga të mirat, nga benefitet që marrim nga jeta, nga natyra, nga prindrit, nga shoqëria, por është edhe një shkollë që ne mësojmë dhe nga padrejtësitë. Dhe çështja është si do ta përballojmë një padrejtësi. Nëse ne dim ta përballojmë një padrejtësi dhe nuk futemi në rrethin vicioz të padrejtësisë dhe tekalojmë atë, ne dalim më të fortë. Mësojmë një përvojë, e dyta forcohet karakteri, ose i themi ne në atë konceptin e teologjisë, të besimit, shenjtërohet njeriu, pastrohet, si punë atij arit që e nxjerrim si mineral, por i përzier me shumë element tjerë, dhe ai gjithmonë duhet kalojë në zjarr, të shkrihet që të pastrohet dhe të bëhet ari i pastër. Kështu edhe providenca hynore lejon padrejtësinë, sepse çdo gjë bëhet me lejen e Zotit, po jo nga Zoti, që padrejtësia për shembull të ndikojë dhe të njëjësh i drejtë. Që ai të mësoj, të përulet ose dhe të forcoj karakterin e tij. Miron, çfarë mendon për shprehjen? Nga jashtë nuk na dëmton asgjë. Vetëm ne e dëmtojmë veten tonë, së brendshmi. Po. Kjo shikohet në konceptin filozofik, domethënë që çështja është se njeriu është i brendshëm, flasim për shpirtin. Edhe nëse dikush vret trupin, nuk mund të dëmtoj shpirtin. E thot te Krishtin është në një thënie të tij, mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, sepse vetëm trupin, por shpirtin nuk ja u prekin. Keni frikë nga ai që ka pushtet të vras edhe shpirtin dhe trupin.
Domethënë, kemi frikë nga Perëndia që është, si them, krijues por dhe gjykatës i shpirtit, po dhe i trupit që është bashkëpunuar me shpirtin, por kemi frikë dhe nga mëkati që vret shpirtin. Dhe mëkati është padrejtësi. Prandaj, padrejtësia të vret. Pavarësisht se ti e bën atë dhe kjo mund të krijojë një benefit, një kënaqësi, si them, një stimulant, brenda vetes tënde, kjo është një gënjeshtër sepse është një shprehje, çfarë do që ke bërë do të ta bëjnë. Zemra mos të dhëmbi. Domethënë, jeta rrotullohet. Pse themi neve shpesh herë që e kundërta e dashurisë nuk është urrejtja, po është egocentrizmi. Sepse egoja është themeli i gjitha mëkateve. E shikojmë që në Zanafill, për shembull, njeriu u krijuar nga Zoti dhe i përsosur. Ne sot e kemi të vështirë për ta kuptuar këtë. Po. Sepse ne jemi qenie të rëna, të deformuara shpirtërisht, edhe si them, edhe fizikisht, pra njeriu është një qenie përsosur shpirt-trup. Por te njeriu u injektua nga një angjëll i rënë, që ne themi osfori ose satanaj, egocentrizmi. Domethënë, Zoti i krijoi njeriu si një qenie shoqërore që ai të komunikonte me Zotin dhe me njëri tjetrin. Por brenda një ligji, ha nga gjithë pemët e kofshëm, ose ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Ktu i ligu e gjeti këtë pikë, këtë, si them, ligj kushtetues, si mund t'ja kesh. Zoti njeriu në kopshin e Edenit dhe e nxiti njeriu në ego. Pra, bëje këtë kundra Zotit se ti bëhesh perëndi nga vetvetja. Ktu injektua egoizmi. Pra mëkati i parë është egoja, uni. Fjala unë, kur ndahet nga ai që ka krijuar, krijon një problem shumë të madh, sepse Zoti është burimi i jetës dhe njeriu kur ndahet nga Zoti mëson vdekjen shpirtërore trupore. Zoti është burimi i drejtësisë dhe ti kur ndahet nga Zoti bën padrejtësi. Dhe këto pastaj kanë kosto, siç thash, te individi edhe tek personat që shoqërojnë. Për shembull, po ta shikojmë në Zanafill, njerëzit që u krijuan edhe çift, mashkull dhe femër, ishin në harmoni dashurie me njëri tjetrin, por mbasi bën mëkatin, ata padrejtësuan njëri tjetrin, sepse Adami holli gjithë fajin Evës, Eva ja holli gjarprit dhe padrejtësuan dhe Zotin si krijues edhe të natyrës dhe të njeriut. Pra shikoni se si mëkatet që kanë themel egoizmin, janë si hallkat e një zinxhiri që e lidhin njeriu dhe pastaj ai nuk del dot më. Kur flasim për padrejtësi, më thuaj disa nga padrejtësitë që ndodhin dhe që neve i shohim, jemi dëshmitar të këtyre padrejtësive. Për shembull, po të marr një shembull kohët e fundit. Supozojmë ligjet e fundit që janë miratuar kanë kaluar në parlament, që neve kemi diskutuar edhe në studio e radios Ngjallja. U miratua një ligj që fliste për barazinë gjinore dhe është frika e madhe e ardhjes së shumë gjinive. A është kjo një padrejtësi që është bërë njerëzimit? Patjetër, pavarësisht se kjo justifikohet si modernitet, si liri, ose si të drejtat e njeriut, është një spekullim i madh, sepse ashtu siç tham që egoizmi është themeli i çdo mëkati, edhe prishja e strukturës që ka krijuar Perëndia, dhe kjo nuk është filozofi, kjo është një realitet, dhe na thuhet atje në Bibël në Zanafill që Zoti krijoi njeriu sipas ikonës së tij, mashkull dhe femër, dhe pastaj thot burri lë nënën dhe babën merr gruan e vet e bëhet një mish, dhe këtu fillon familja dhe riprodhimi i racës njerëzore që të gjithë kemi ardhur nga kjo. Sot kjo mohohet, domethënë bëhet sikur nuk ekziston, nuk është realitet dhe krijojmë një realitet virtual. Kjo është padrejtësi ndaj realitetit e para, natyralitetit, padrejtësi ndaj krijuesit, arkitektit, padrejtësi ndaj vet njerëzimit që është krijuar në këtë mënyrë dhe jeta vazhdon në këtë mënyrë. Pra është një padrejtësi që ka shumë padrejtësira brenda vetes dhe patjetër ka impaktin e vet. Padrejtësi ndaj vet personave. Për shembull, fatkeqësisht, por themi dhe fatmirësisht, në kuptimin e mirë të fjalës, shikojmë që janë persona të cilët gjoja në lirinë e ndjesive tyre janë trajtuar nga këto grupe liberale
Dhe sot ata tregojnë me zë dhe me figurë padrejtësinë që është bërë atyre. Po. Si në rastin e fundit që kishim me një travestit. Mu më ka ardhur shumë keq kur pash gjendjen e tij që ai edhe pse kishte kaluar në këtë kalvar prap, edhe pse ishte bërë femër, ai nuk ndjej rat, sepse ai nuk mund ndihet femër kurrë, është mashkull, por ai shikonte këtë një padrejtësi, një abuzim. Pra, shikon që ne po hapim një hapësirë për të abuzuar me tjetrin. Dhe këtu po shkelim atë ligjin e drejtave të njerëzit. Edhe pse kjo quhet një ligj për të drejtat e njerëzit, po pa drejtësojmë. Miron, a ka kohë të vështira apo ka njerëz të vështirë? Koha në vetvete, nëse marrim si matje kohe, me minuta, me orë, me ditë, javë, muaj, vite, shekuj, nuk është asnjëherë nuk është as e mirë as e keqe. Koha është një dhuratë që Zoti i ka bërë njeriut, sepse Zoti është përtej kohës dhe hapësirës. Në këtë sferë ku ne jetojmë, brenda kohës dhe hapësirës, ne kemi kohën dhe koha është dhuratë. Pse? Sepse koha son ndryshim. Nëse ne nuk do kishim kohë, ne nuk do ndryshonim. Ashtu si nuk ndryshuan ëngjit që ranë nga parajsa me kryofosforin, duke qenë se ishin jashtë kohe, kur ata u rrëzuan, nuk u ngritën më. Quhen demon ose të ndarë. Kurse njeriu, edhe pse era brenda kohës dhe hapësirë në parajsën e Edenit, në tokë, ai nëpërmjet kohës, sepse çdo ditë është një fillim i ri, ne kemi mundësi të ndryshojmë. Prandaj koha është e mirë kur përdoret mirë. Por kur shpërdoret koha, atëherë bëhet një keqje e madhe për atë që e shpërdoron, sepse do mbaroj koha dhe nuk do kemi më kohë për ta shfrytzuar për të mirën tonë. Dhe çështja është se ne lirim gjurmë në kohë dhe në hapësirë. Gjurmët tona tani mund të jenë ose të mira ose të këqija brenda kësaj kohe dhe hapësire. Dhe në fund ne do gjykohemi për këtë. Për të hyrë pastaj në dimensionin e gjendjes pa kohë. Koha është vetëm këtu. Për të përgatitur, për të ndryshuar. Dimension pa kohë? Dimensioni pa kohë është dimensioni i jetës përjetshme. Pra, duhet dim se kalojmë 3 stade njerëzit. Stadi embrional, që ka një kohë caktuar, në një hapësirë caktuar, në placentën e nënës. Kemi stadin e kohës dhe hapësirës, që jemi këtu, në një placent më të madh, që është toka. Dhe stadi embrional është për formimin biologjik. Stadi i kohës dhe hapësirës në tokë është formimi i karakterit. Dhe stadi tjetër është shijimi i asaj çfarë bëm në brenda kohës dhe hapësirës. Ose në gëzim dhe lumturi në jetën e përjetshme pranë Zotit, që quhet mbretëria e Zotit ose parajsa, ose mundim dhe i dërim për ata që e shpërdoruan kohën dhe bën të këqija në kohë dhe hapësirë, që është ferri. Këto i shijojmë që këtu. Ferri dhe parajsa, si njëri është shpërblim i drejtësisë dhe tjetri është ndëshkimi i padrejtësisë, janë që këtu. Për shembull, një mendim i mirë, një veprim i mirë, sado i vogël duket i parëndësishëm, ty të jep një lloj ngazëllimi. Por dhe një mendim i keq, dhe një veprim i keq, sado duket i parëndësishëm, për shembull, fye një person ose je indiferent ndaj dikujt. Ti ke një lloj trishtimi, një lloj, si them, brenda vetes ka një lloj ankthi, që varet sipas intensitetit të asaj që ne bëjmë. Ktu është parashim i parajsës edhe i ferrit. Prandaj edhe mënyra për ta tejkaluar padrejtësinë është të besosh në drejtësinë hyjnore. Për te kohës dhe hapësirës përmende. Unë shpesh edhe dëgjoj dhe shikoj, është hapur në mënyrë komerciale një lloj force që ka marrë njeriu ose e ka patur, nuk e di, po sot janë hapur, po dalin të gjitha, është hapur kutia e Pandorës. Dhe shoh njerëz që e sfidojnë të ardhmen, domethënë atë parashikimin. Pra ata dalin mbi kohën dhe hapësirën dhe thonë që spiritualiteti, flasin, ndjesitë, shikojnë ku ishin, ku do shkojnë. Domethënë, a e ka njeriu këtë forcën? Të parashikoj ose të shikoj se çka ka qenë shpirti i tij më parë, po flas me termat që përdoren. Metapsikoze quhet ajo. Çështja është se njeriu është një qenie metafizike, është shpirt trup, nuk është vetëm fizike.
Duke qenë se nuk jemi vetëm fizike, ne nuk kënaqemi vetëm gjëra me material, siç kënaqen kafshët. Po. Njeriu kënaqet me gjëra mendore, shpirtërore. Madje kjo i jep dhe kuptim dhe gjëra materiale. Këtë ka vërtetuar eksperjenca e jetës, për shembull njerëzit i kanë të gjitha dhe prapë janë të lumtur. Po. Ose janë njerëz për shembull që jetojnë me filozofi, me ide dhe janë të kënaqur edhe me një jetë shumë minimaliste. Sepse ishin mbushur në botën e tij shpirtërore. Por çështja ashtu tani është spekulimi. Neve si qenie nuk jemi të vetë mjaftueshme. Ne nuk jemi të gjithë dishme. Sepse jemi të krijuara. I vetë mjaftueshëm, i gjithë dishëm vetëm Zoti. Çdo qenie mendore e krijuar, në fillim bota shpirtërore, angjëllore, pastaj njerëzore, duhet t'i marrë zbulesën nga krijuesi, jo nga vetvetja. Tentativa për të zbuluar të ardhmen, për shembull, nga vetja ose nga një burim tjetër që është i dyshim ose okult, i fshet, është një tunel pa drejtë në fund, ose një labirint. Sepse ne shikojmë që aty edhe njeriu bie në egoizmin e tij dhe në gabimet e tij, por bie edhe në mashtrimin djallësor. Prandaj çdo lloj metode për të dalluar të ardhmen dhe për ta dëshmuar atë nga vetë mjaftueshmëria e njeriu që nuk është, por edhe nga rrite ose nga forca okulte është një gënjeshtër. Prandaj nuk duhen besuar. Është vërtetuar për shembull. Sot kemi shumë njerëz që madje edhe në grupime fetare që flasin për fundin e botës, caktojnë ditë, caktojnë këtu. Nuk ka ardhur, nuk ka ndodhur ato ditë. Dhe këta kanë dalë qesharak. Ose sot flasin konspiracionistët për për fundin e botës ose për gjëra, edhe këtu te ne kanë folur. Ose për situata ndryshme. Nuk kanë ndodhur ato. Atëherë pse s'ka ndodhur? Që janë të vërteta. Si dallohet një profet i vërtet nga një profet i rrem? E thot Zoti, profeti i Zotit flet ato që thot Zoti dhe ato bëhen. Kurse profeti i rrem flet ato që i thot mendja e tij dhe ato nuk bëhen. Prandaj, si të mbrohemi nga këto profetët e rrem? Me indiferencë. Me indiferencë. Po ndonjëherë për shembull ato mund të thonë dhe gjëra që i bindin njerëzit. Ato ne kemi diskutuar dhe është mirë ta themi që ata thonë gjysmë të vërteta, nuk thonë të vërteta të plota. Prandaj ne duhet jemi të vëmendshëm, ashtu si neve seleksionojmë ushqimin fizik, që mos jetë i shëndetshëm për trupin, ti do seleksionosh dhe ushqimin mendor. Çfarë merr? Atë që shikon, atë që dëgjon. Jo çdo gjë që jepet, afrohet, sot mediatikisht ose çfarë do formë, mënyre komunikimi, ti duhet ta marrësh si të vërtetë. Ne duhet të kalojmë në filtr. Është një shprehje biblike, provojini frymërat. Pra, sepse thotë edhe djalli bëhet angjëll drite ose merr formën e angjëllit të dritës. Po është djall. Prandaj, nuk duhet bien pre këtyre gjërave, dhe fatkeqësisht bien pre. Jo vetëm njerëz që s'kan përvojë, po madje edhe njerëz me përvojë. Sepse njeriu ka egon dhe këshërin të mësoj të ardhmen se ardhmja edhe e frikson. Por, ne do të mësoj të ardhmen që ose Zotin e zbulon dhe ai e zbulon për një qëllim të caktuar, ose do të lëm veten në providencën hyjnore. Zoti po donte na i thoshte të gjithë të ardhmen. Edhe në jetën tënde dhe timen. Po pse s'na i thot? Ka disa arsye. Arsyeja e parë është se ne do abuzoni me të ardhmen. Për shembull, në qoftë se Zoti do na thoshte mua, për shembull, do thoshte që ti do kesh një jetë pa probleme, unë do bija në apati. Jeta ime pa probleme. Nuk do përpiqesha në jetë. Dhe kështu do ta humbsha edhe ato çfarë më kishin marrë. Por edhe diçka tjetër që Zoti nuk na i thot të ardhmen që ne të kemi kujdes që të mbështetemi providencën hyjnore, jo të vetja jon. Prandaj thot mjaftoni dhërimi i të sotmes. Mos mendo për nesër. Që do të thot, jo mos mendojmë për nesër, që mos mendojmë se mos do të marrë kështu a priori kjo, po mos mendo, mos bëj plane, sikur jeta varet nga ty. Si thot dikush, unë bëj plane deri për mbasdite, po jo për të nesër. Jo për të nesër. Neve jetojmë sot në këto kohët moderne dhe duket sikur e komandojmë vetë çdo gjë, sikur e kontrollojmë vetë
çdo gjë, ndërkohë që në fakt nuk është ashtu. Ti si njeri i besimit, çfarë shikon sfida që po e ndrythin njerëzimin sot? Çfarë numëron si rreziqe që na kanosen? Sfida e parë se sot njerëzimi po i beson shumë vetes vet. Do me thënë, e quan veten të vetë mjaftueshëm dhe të aftë, duke u mbështetur në teknologjinë, në zhvillimin galopant të teknologjisë, që ai mund të përballojë sfidat e jetës. Njerëzit më përpara, dhe pse nuk ishin shumë njohuri, ishin shumë më të përulur në mendim, ata mbështeteshin në providencën hyjnore dhe në punën e tyre të përditshme. Por sot dia, dhe kjo është një tregues i kohëve të sotme, siç thotë profeti Daniel, që në fund kohërave do shtohet shumë dia. Dhe sot kemi një dije shumë madhe, por dhe teknologjia, njerëzit po e bën egocentrik. Pra, çfarë do të thotë kemi rënë çike ardh fundi? Po jemi drejt asaj. Nuk po caktojmë Kohën. vit, Fix. po kohën po, e thot Krishti. Ju shenjat e motit dini t'i dalloni, po shenjat e kohës nuk doni, hipokritësh thot. Pra, kemi disa shenja koha që quhen shenja apokaliptike që njerëzimi ka hyrë. Kjo është një dëshmi e kishës. Madje kur bën 1900 vjetori i zbulesës hyjnore të apokalipsit, kisha ombrol në Patmos primatët dhe ata në atë dëshminë e tyre thanë që bota ka hyrë në shenja apokaliptike. Kjo nuk është konspiracion, është realitet. Por çështja është të përcaktojmë tash vite data, kjo është gabim. Koha jemi, dhe këto janë shenjat. Dhe një ndër to është thash egoizmi që e çon njeriu kundra Perëndis, në apostazi, në mohim të Zotit. Dhe kur njeriu mohon Zotin, krijon zota të rrem. Sepse njeriu është qenie thash shpirtëror, trupore, dhe nuk mund të rri pa një Zot. Siç thuhet, nëse Zoti nuk do ishte, thoshte Voltaire, ne do ta kishim krijuar. Dhe me thënë, njeriu nuk mund të rri pa një krijues, se është krijuar i tillë. Por çështja është kur ti nuk e pranon Zotin në vërtet, sepse nuk do t'i bindesh urdhëresave hyjnore, atëherë krijon Zotin e rrem. Dhe është paradoksi që duke larguar nga frika e Perëndis, që është fillimi i diturisë, njerëzit sot po bien pre frikrave edhe frikave dhe fobive që janë qesharake. Njerëzit sot edhe pse kanë shumë dije dhe kanë shumë diploma, kanë frikë nga macja e zezë. Kanë frikë nga kukuvajka, kanë frikë nga fenomene kur bie rufeja dhe bien tavolinës ose kapin. Po më vërtet mirë, ne shpjegoj pak këtë se pëlqen shumë. Për shembull, kur themi diçka ne themi ngure ndru. Ç'është kjo ngure ndru? Shiko, këto njeriu ka krijuar nga përvoja që nga lashtësia. Për shembull, pse është kjo kur bie rufeja ose kur themi diçka i biem drurit? Pse? Sepse njerëzit kishin kuptuar nga përvoja kur bie një rufe dhe ti futesh brenda një druri, pemë, rufeja nuk të prekte sepse druri nuk përcjell energjinë elektrike. Ne sot te kuptojmë. Ata e shikonin drurin tani pemën si me fuqi hyjnore dhe adhuronin pemën dhe krijonin këtë lidhje me pemën sikur ajo është e mbi natyrshme. Po kjo vjen nga primitiviteti. Po kur sot ti e mëson këtë dituri, se mëson në shkollë, që druri nuk përcjell energjinë. Çfarë kuptimi ka sot që ti jesh një bestyt? Por kjo është pra se frikrat injektojnë te njeriu kur largojnë frikën e Zotit. E thash, frika e Zotit, njerëzit nuk e kuptojnë, nuk është fobi që Zoti të godet, të mallkon. Frika e Zotit thotë të besosh se ekziston një inteligjencë superiore, fuqi e mbinatyrshme dhe gjykatës me drejtësi. Kjo është frika e Zotit. Kjo të bën të urtë. Dhe pastaj kur gjërat i vënë në relacion me këtë Zot, marrin në kuptim dhe gjërat e kësaj bote. Që të kesh frikë është normale, po jo frikë në anormalitet, që kthehet në patologji, ose në besydni. Prandaj, sot kemi një brez me shumë frikra. Madje frika sot është kthyer në fobi dhe fobia është kthyer në epidemi. Sepse ky pra egocentrizmi ynë po na sjell këtu, se ne nuk jetojmë pa Zotin. Dot. Krishti thot pa mua nuk bëni dot asgjë. E provuam ne për shembull eksperimenti që provuam ateizëm, komunizmin në Shqipëri. Çfarë përfunduam? Akoma jemi sot me plagët. Tani
Ateizmi ishte, si them, komunizmi ateist ishte diçka vulgare, por dhe materializmi të çon në ateizëm dhe kapitalizmi. Që prandaj konsumizmi. Po. Sepse ti duket Zoti një aneks që s'ke nevojë për ato, si një aksesor që mund të bësh edhe për atë. Do ta vërtetojmë, siç po e kemi vërtetuar, që bota po shkon në një kolaps. Ne nuk po flasim për botën e tretë, po flasim për botën e zhvilluar, botën e parë, mes i Evropës, është në konflikt dhe bota sot rrezikon një luftë të tretë botërore. Pse? Se janë prishur ekuilibrat pra. Sepse egocentrizmi të mbyll në vetvete si një qelizë kanceroze brenda një trupi. Prandaj ajo çfarë për mua sot shoqëria vuan është egocentrizmi. Miron, a është teknologjia apo inteligjenca artificiale që po imiton njeriun humanoid, do dalë një ditë kundër njeriut? Si mendon ti? Unë mendoj se po. Po nuk e them vetëm unë. Këtë rrezik e shikojnë jo vetëm fetar, teolog, e shikojnë dhe vetë shkencëtarët, ose filozofët, sociologët, sepse e para pyetja që duhet bëhet, pse këto lloj makina, se makina janë. Po, kanë formë njeriu. Elektronike kanë formë humanoide. Pse? Pse bëhen? Pse bëhet? Bëhet patjetër me ka një qëllim kjo, që të konkurrojë njeriu. Kishte dalë një nkin, ishte në formën e njeriut, edhe po bënte punët e shtëpisë. Po bënte punët e shtëpisë. Me që dalim pa punë, po do na nxjerrin edhe nga shtëpia, më Jo, duket. sepse për shembull një burr për shembull që do të martohet me një grua, ka disa kërkesë. Ta zëm, e lidhim këtu me këtë. Grua janë në shtëpi, se me që me robot i bën punë të shtëpisë. Por në qoftë se ai burr për shembull e shikon gruan thjesht si një objekt, jo subjekt. Shumica. Kështu nisen. Sidomos njerëzit materialist nuk nisen nga idet, nisen nga funksionet. Ai thot, pse ta mbaj një grua kur ai nuk më bën punët, ai më bën llafe, ashtu, ma një robot. Fatkeqësisht, sot robotët po kthehen edhe për të kënaqur dëshira intime të njeriu. Pra, e ka një qëllim kjo. Patjetër, që ta bëjë njeriu të vetëm. Fuqia e racës njerëzore është bashkimi, shoqëria. Zoti kur e krijoi njeriu, krijoi Adamin fillim. Aty ishte gjithë potenciali njerëzor, ADN-ja jon. Por tha, nuk është mirë që Adami të ri vetëm. Do t'i bëjmë një shoqe. Pra, sepse njeriu krijuar sipas ikonës Perëndis dhe ne besojmë që Perëndia është një qenie hyjnore në 3 persona, shoqëri personash. Edhe njeriu nuk mund të jetë i vetëm, nuk është mirë, duhet të jetë në shoqëri. Por djalli tani e di që dobësia e njeriu është e vetmia. Prandaj gjen forma e para për ta ndarë njeriu nga Zoti, ta lej vetëm, për ta ndarë njeriu nga njeriu. Dhe kështu njerëzit janë të dobët. Dhe pastaj do bëj atë që do bëhet një bumerang kjo. Sepse mund të jetë kjo, sot ne themi që ne kontrollojmë makinën. Por çështja është që kur makina me këtë algoritëm që po bën ajo, se algoritëm është ai, merr dije, siç është edhe kjo inteligjencë artificiale, derisa arrit do ta kalojë kapacitetin e njeriut dhe do kthehet kundër njeriut pasaj. Sa ti të heqësh prizën nga roboti, ç'e di ç'ka bën roboti me ty? Nuk e di, nuk do gjejmë dot prizën, më duket. Prandaj duhet pasur shumë kujdes me këtë. Sepse një teknologji që kërkon të konkurrojë vetë krijuesin, ai kthen në dëm të krijuesit. Shikoni, kur Zoti krijoi njeriu, rrezikoi. Se krijoi një qenie sipas ikonës së tij, dhe krijoi një qenie me shumë rregullator. Për shembull, e vuri në një kopësht, në një habitat të izoluar, i dha ndërgjegje, i dha ligjin, po prap njeriu degradoi. Po mendo për robotin çfarë do bëhet kur e kanë krijuar njerëzit të rënë. Pra, Zoti nuk preket. Se është i paprekshëm. Edhe pse njeriu i doli kundër Zotit, prap Zoti nuk preket. Po njeriu preket aman, se ne nuk jemi të vetëmjaftueshëm. Kështu që duhet pasur kujdes me këto dëshira për t'u matur me Perëndin. Një filozof e thoshte që inteligjenca artificiale ose robotizmi, që është humanoid, është tendenca për të konkurruar Zotin si krijues. Është një lloj demonizimi, eusforizmi, që do të thotë që ne
barazohemi me Zotin. Zoti krijoi njeri. Edhe Ne krijojmë njeriun sipas ikonës tonë. Mhm. Por ky njeri sipas ikonës tonë, ky do jetë në shkatrimin tonë. E di çam kujtohet mua në fillim fare kur u hapën rrjetet sociale. Ose kur nisëm të përdornim telefonat e parë. Thjesht mendonim që ne mund të përdornim telefonat dhe ishin në favorin tonë. Sot, mbas kaq pak vitesh, ne kemi krijuar një varësi nga telefoni, që nuk dalim dot nga shtëpia nëse harrojmë telefonin, kthehemi dhe e marrim. Se aty kemi të gjitha punët, aty është lidhur jeta jonë me telefonin. A do vi kjo lloj varësi edhe nga inteligjenca artificiale edhe nga këto robotët, si e shikon? Patjetër se kjo është inteligjencë artificiale është Po. telefoni. Këto smart, çfarë janë këto? Edhe jemi të vetmuar miron përballë atyre njerëzve virtual që kemi aty, po në fakt ne në dhomë ose në zyrë jemi vetëm. Po, e drejtë. Është një, shiko, unë nuk jam kundër teknologjisë dhe shkencës dhe mbi të gjitha kisha. Se unë flas opinionin e kishës në formën time personale. Por aty mbështetem. Dhe çështja është që kisha kur nuk është kundër shkencës. Madje kur jo kisha ortodokse, po dikush tjetër që heterodoks kanë bërë disa gabime kundër shkencës, historia ka dënuar. Sepse teologjia, që është shkencë më vetvete, flet për atë çfarë Zoti ka bërë jo thjesht në krijim, por në ligjet morale dhe për shpëtimin e njeriut në shpirtin e tij dhe në jetën e tij. Kurse shkenca zbulon ato çfarë krijoi Zoti në habitatin ku jeton njeriu. Këto janë dy drejza që janë paralele. Çështja është kur ato konfortohen me njëra tjetrën, domethënë kur kërkojnë të luftojnë njëra tjetrën, aty është problemi. Prandaj shkencat e feja nuk kanë kurrë përplasje. Kur është e vërtetë. Po. Si thot Einsteini, shkenca pa fen është e verbër dhe feja pa shkencën është e çal. Do me thënë, këtu kemi. Pra, nuk kemi kundër zhvillimit teknologjisë, por çështja është kur teknologjia na bën një zot tjetër dhe konkuron Zotin dhe moralin, atëherë këtu është problemi. Krijojmë zota të rrem. Siç krijonin për shembull edhe primitivët, idhujt. Çfarë ishin idhujt? Zota të rrem. Dhe ata ju faleshin drurve, gurve dhe ne sot qeshim ata. Sepse kuptuam. Por njëjta gjë po ndodh sot. Prap njerëzimi edhe pse ka shumë dije, prap është pagan në shumicën e rasteve, por sot po krijon disa zota jo thjesht prej guri dhe prej druri, se fundja aty rrin. Po zota që lëvizin, zota në thojza. Zota që kanë akses në jetën tënde. Zota që mund marrin jetën tënde, të kontrollojnë jetën tënde, të konkurrojnë jetën tënde. Këtu nuk duhet. Për shembull dhe në rrafshin tuaj si gazetar. Sot inteligjenca artificiale është në konkurrencë. Do të zëvendësohemi çfarë konkurrencë. Do na nxjerrin nga tregu. Do themi ne, shumë mirë, do rrim në shtëpi. Por duhet di se njeriu është një qenie që duhet punoj. Puna është virtut. Krijoi Zoti njeriu të shkojë dhe në kopshin e denaj punonte. Mos punosh, do punosh në krahun tjetër, do punosh për keq. Pra, nëse ne nuk do punojmë, do degradojmë, edhe mendërisht, edhe fizikisht, dhe mbi të gjitha do punojmë për keq. Dhe një nga problemet social që ka sot është papunësia. Po çdo bëhet kur inteligjenca artificiale të zëvendësoj. Sa do shkojë kjo papunësi? Dhe çfarë problemesh do të ketë kjo papunësi, apo do vim pasaj në seleksionim, që thotë jemi më tepër se ç'duhet dhe seleksionojmë numrin e njerëzimit. Jo, unë mendoj Miron që nëse njeriu inteligjenca artificiale mund zëvendësoj funksionet, po empatinë dhe shpirtin nuk e zëvendëson dot. Kështu që neve që mund të punojmë pak me shpirt, nuk na zëvendëson dot. Nuk do të lejoj, se do thotë nuk çështja është, jam shumë dakord me ty. Por kur makina nuk bëhet njeri, se nuk ka emocion, nuk ka ndjenje. Ne nuk kemi vetëm mendim, ne kemi dhe ndjenje, emocione, në një që janë të padeshifruar dhe me mendimin. Këto nuk i ka makina. Empati ose diçka tjetër, dashuria, diçka. Por çështja është sa ata që i krijojnë këto kanë empati dhe dashuri. Sepse këta kanë krijuesit e tyre. Po. Dhe mendoni për shembull se këtë harrojmë dhe neve, mëse ka ligje, ka forma,
ka formë ligjore që kontrollon këtë. Shumë ligje ka sonë botë, por nuk zbatohen. Dhe çështja është, mendo për shembull një mendje prishur si Hitleri ta kishte sot inteligjencën artificiale. Marrim një diktator dhe një kriminal që ishte i afërt. Çfarë do bëte botës? Po sigurt kjo inteligjencë artificiale ta kapi në duar disa njerëz të tillë. Kur ka ndodhur në histori, pse mos ndodhi prapë? Pra është një rrezik potencial. Mendon që e kanë bërë pak miron? Për mua kjo nuk është thjesht rastësi. Është strategji, është ideologji, sepse fatkeqësisht sot ka njerëz që mendojnë se janë të pasur dhe fatkeqësisht e kanë grumbulluar pasurinë e botës në veten e tyre, ata mendojnë se janë zoti. S'është një tundim që ju bë njeriu që në fillim që ti bësh zot pa zotin. Me dije, me pasuri. Edhe sot këta mendojnë se janë zoti dhe veprojnë sikur bota është në duart e tyre. Dhe krijojnë atë, si them, ushtrinë e tyre për të kontrolluar botën. Dhe një ndër ushtrit që ata pretendojnë për të kontrolluar është inteligjenca artificiale. Ne do vim prapë tek vendi jonë Shqipëri. Tek problematika, një ndër problematikat që unë shoh është vetmia. Moshat e treta për fat keq kanë mbetur vetëm. Është kthyer në një epidemi shumë të madhe që nuk e di dhe në çfarë do përdoret, si do rregullohet ndonjëherë ky problem. Ti si e shikon largimin e të rinjve dhe vetmia, vrasësja e heshtur e shqiptarëve? Vetmia që shikojmë sot nuk është një diçka e rastishme. Fara e vetmisë është hedhur shumë vite përpara. Madje mund të them që në kohën e ateizëm, komunizëm në Shqipëri. Do thoshti pse, si. Në atëherë kemi qenë shumë familjarë shoqëror. Që kur gruaja, që është e barabartë me burrin si virtute, po edhe jo si funksione, doli nga shtëpia në punë, në rrugë, dhe nuk u kujdes për fëmijët e vet, po u kujdes shoqëria, partia, publiku. Kjo solli atë ftohtësinë e fëmijëve me prindrit. Kuptove? Pra që atëherë është injektuar kjo. Jo vetëm në Shqipëri, dhe në botë. Po. Sepse gruaja është forcë e madhe, barabartë me burrin, por që gruaja ka funksion tjetër. Ajo çfarë, si them, që quhet gruaja arrin deri aty sa bëhet nën. Dhe nëna është krijuar nga Zoti që të sakrifikohet për të sjellë dhe për të edukuar një brez. Prandaj dhe gratë kanë një mision të heshtur, sakrifikues që i ngjan themelit që mban një ndërtesë. Nuk duket themeli, po ai themeli mban. Kështu janë edhe misioni që ka gruaja dhe sidomos nëna në familje. Dhe për këtë Zoti do ta vlerësojë në mënyrë të veçantë. Prandaj dhe gruaja ka një detyrë që nuk e ka burri. Burri ka detyrën që ai të kujdesë për familjen, të sjellë të ardhurat, të ruajë, të japë jetën për gruan, për fëmijët. Por edukimin e fëmijës e ka nëna. O miron, tani ka dalë moda, po duhet normalisht që edhe babat të edukojë fëmijët. Po, mirë, unë them çfarë ka krijuesi. Dhe unë nuk po them që nuk duhet të edukojmë. Por atë sepse që kur e ka në barkun e vet, nana, aty fillon edukimi. Dhe kur jep gjë, aty fillon edukimi. Dhe ajo empatia aty krijohet. Por nëse fëmia të merret nga aroma e nënës vet dhe rritet në një habitat tjetër, sepse për shembull je grua dhe di e ke eksperjenca kur lind një fëmijë qan dhe kur e vën tek trupi nënës pushon. Sepse ndjen aromën, atë aromë që e ka ndjerë në placent. Dhe kur prandaj qetësohet. Dhe aty fillon pra. Dhe çdo më thënë kjo është shkëputja, ky mos edukimi i nënës për fëmijën që në moshë të vogël sjell të impaktin që kur ai rritet nuk e ka të regjistruar në subkonsciencën e vet atë dashuri për prindin. Dhe ndodh kjo vetmia që ikin lirshëm që i lëm prindrit vetëm. Pra është mbjellur kjo, jo vetëm në Shqipëri, është në botë. Prandaj kemi sot vetmin. Se prishëm strukturën e familjes. Nxorëm gruan punë, se ulëm rrogën e burrit, se nuk u bë kot kjo. Një burr madhe një familje, e ulëm rrogën e burrit, ata ideologjia dhe strategjia dhe detyru gruat dalin punë. Kuptove? Por u prish pra struktura.
humbi dashuria. Dhe kur një fëmijë rritet pa dashuri nga prindrit, jo se duan prindrit, po arsyet, atëre nuk do reflektoj ai, por kjo mendo se si amplifikohet në breza pastaj. Ja, edhe sot kemi një shoqëri të vetmuar. Madje edhe brenda shtëpisë janë të vetmuar, ishuj. Ishuj. Sepse pra është injektuar kjo, strategji kjo. Kështu që e para njëherë njeriu duhet mësoj të ketë shoqëri me Zotin. Sepse për këto kriju njeriu, të ketë komunikim me Zotin. Këtu kur ka komunikim me Zotin, atëherë njeriu shlirohet nga egoizmi dhe bën një qenie shoqërore. Dhe duke krijuar komunikim me Zotin, ke komunikim dhe me ata që krijoi Zoti. Këtu nuk flasim vetëm filozofi, flasim energji. Zoti është dashuri. Jo ka dashuri, është dashuri. Dashuria është, si them, një virtut hyjnor që do të thotë të mos jetosh vetëm, po të jesh një qenie shoqërore. Prandaj dhe na krijoi Zoti ne. Sepse dashuria e tij nuk mund të rinte vetmuar. As brenda 3 personave hyjnor, po të përçohet edhe të tjerët. Kështu që kur ti mbushesh me këtë dashuri hyjnore, atëherë patjetër do ta reflektosh të dashuritë e tjerët. Kështu që një njeri që beson, kur nuk e ka amplitudën në ngritje në egocentrizmin e vetmi, por ai, si them, stabilizohet vetë dhe ai bën një qenie shoqërore dhe ndihmon të tjerët. Sepse kështu funksionon. Pra, nga lart poshtë. Tash unë dua edhe një mesazh për familjet. Se siç e kemi thënë, ky podcast ka si qëllim edukimin e brezave, kujdo moshe, mund të ndiqet nga cila do mosh, nuk është se ka censura, dhe të tërheqë vëmendjen, sidomos prindërve, për edukimin e fëmijëve. Edhe të ftuarit që kemi marrë her pas here janë njerëz që kanë besim, që kanë atë arsimimin në bazë të tyre. Ndaj edhe ju kërkoj një mesazh për familjet shqiptare, për të rinjt apo për prindrit. Unë do ta ilustroj me diçka që është në natyrë. Është një shprehje, çfarë do mbjellësh, do korrësh. Pra, në qoftë se një çift, se fillon me çiftin, burr grua, mashkull femër, se nuk ka gjini tjetër dhe nuk ka bashkim tjetër, gjithçka pastaj është ndjesi, është virtualitet, denatyral, duhet që të kujdesen që në ngjizjen e fëmijës së tyre mos jetë rastësi. Shiko, ne jemi krijesa të veçanta të Perëndis, që të gjitha Zoti krijoi me fjalë bë dhe bë, kurse për njeriu thot mori, sikur Zoti me duar, jo se ka duar, por interesi veçantë për të krijuar njeriu, shpirt, trup, dhe sipas ikonës dhe në ngjashmëri me Perëndin. Këtë nuk e kanë as angjëjt, që janë qenie shumë të larta, inteligjente dhe besnik. Këtë ka njeriu. Por Zoti njeriu e parë krijoi vetë, Adamin, dhe krijoi të përsosur. Njerëzit e tjerë nuk krijohen vetëm nga Zoti, krijohen bashkëpunim me prindrit. Kështu që prindrit janë tashmë bashkëpunëtor, bashkëkrijues me Zotin dhe duhet të kenë përgjegjësi për atë çfarë po bëjnë. Prandaj këshillohet që kur do të sillesh në jetë një fëmijë, duhet të kërkosh ndihmë Zotit, krijuesit. Të lutesh. Dhe jo të jetë ky fëmijë ngjizja e këtij fëmijë një, si them, një gjë rastësishme. Aq më tepër abuzuese. Sepse kjo transmetohet tek embrioni. Shumë pasojë që shohim sot te fëmijët, psikologjike, fizike, vijnë nga mënyra se si ngjizet fëmia. Madje edhe një prirje homoseksuale, që duan ta shikojnë si natyrale, nuk është natyrale, se nuk ka gen gay, haroje këtë. Geneticët edhe gay thonë që nuk ka gen gay, që ata shkencëtarët që kanë një përqasje të tillë, nuk ka gen gay. Po çfarë ka? Ka mëkat prindëror, ka mardhanje jashtë natyre, perverse që bëjnë burrë dhe gruaja, dhe kjo transmetohet te embrioni dhe sjell pasojat te fëmia. Prandaj, këtu duhet ta shikojmë. Tjetër, edukimi fillon edhe që kur fëmia ngjizet. Dhe duhet të falenderohet krijuesi kur shikoj që u ngjiz një fëmijë. Ti jetë djalë apo ti jetë vajzë, çdo kush është dhuratë e Perëndis. Dhe secili ka bekimin e Zotit. E providenca hyjnore do kujdeset. Nuk duhet të ngurtësohet zemra,
u vajzë, ç'është kjo që na gjeti. Dhe sepse ajo transmetohet te embrioni tjetër, duhet filloj që prindi të mos mëkatoj, mëkate të rënda, se gjithë bëjmë mëkate, se i vuan fëmia, dhe të filloj edukimi. Pra, t'ja çosh fëmijën tënd Zotit. Ne kemi në kishën tonë, për shembull, ne kemi shërbesa që sa lind fëmia bëhet urat. Kemi në ditën e 8 i vjet emri, në ditën e 40 ai përkushtohet në tempull dhe pastaj pagëzohet. Rritet me hirin e Zotit. Dhe kështu prindi jo vetëm ka kujdesin e tij, por ka dhe providencën hyjnore. Siç ndodh me bimët. Për shembull, ne mbjellim një bim, ta zëm një domate, që është e brisht, por që ajo domati atë rritet drejt dhe mos thyet nga erët, i vën me një shkop. Dhe e lidhim me atë shkop. Nuk e lidhim që ta kpusim, por në mënyrë si them që ajo të rritet drejt. Ktu nuk e privojmë bimën, por e bëjmë që të rritet drejt. Kështu ndodh dhe me njeriu. Ne japim atij nëpërmjet kishës hirën e Perëndis, përmjet misterit, pagëzimit, që të rritet me hirën e Perëndis, sepse njeriu nga vetvetja nuk mund të bëjë dot asgjë. Është vërtetuar që edukimi nuk mjafton. Duhet Zoti. Do t'rregoj dhe pak një histori që ta përmbledhim se mund t'i bindrim dhe shkurt, por njerëzit kanë nevojë që t'i shikojnë në sensin praktik. Ishte një grua shkoi tek një atë shpirtëror. Dhe i tha, nuk më bindet fëmia. Se kisha adoleshentësh, ajo që riformohet dhe truri, prandaj duhet pasur kujdes në këtë moshë. Shumë profil ka pse ka lëviti është apo jo? Shumë profil. Dhe shkoj atje dhe i thot ai që nuk më bindet. Po mirë, i thot, i flet Zotit për fëmijën. Po edhe i flas ndonjëherë, lutet. Fëmijës për Zotit, po. Tani tha, jo tha. Fëmijës për Zotit, pra. Jo tha, ti nuk tha do bisedosh më me fëmijën. Ti do i lutesh Zotit për fëmijën. Që do të thotë? Ve një moment që dhe prindëri ynë nuk mund të jetë aq i drejtë përderisa është i Zotit. Zoti ka përcen gjithë barrierat. Hyn në zemër, në thelb të njeriu dhe ndikon tek njeriu. Prandaj, duhet lutje shumë që të kemi një prindërim të suksesshëm. Dhe duhet ta mësojmë me porositë e Zotit, që duhet i bëj prindi pa ti shikoj fëmijën, se fëmia imiton prindin. Dhe e fundi që do të them është kjo. Një tjetër grua, edhe ajo kishte një rast të tillë, kishte një fëmijë adoleshent, po arakat. I thot prifti, moj zonjë, ta kujdesu për fëmijët, si do rritet ky fëmijë. Edhe si pemë të pyllit. Tha kjo. Prifti nuk foli. S'kaloi kohë që ai fëmijë u rrit, u bë njeri, por bëri një rrugë gabuar dhe përfundoi në burg. Dhe kjo grua pastaj erdhi i tha priftit, urata kam një problem, tha. Djali më përfundoi tha në burg. Po tha si pemë të pyllit. Fëmijët nuk janë pemë pylli. Fëmijët janë fëmijët tanë dhe neve duhet të kujdesemi për edukimin dhe miritjen e tyre. Por, pa Zotin nuk mund të bëjmë dot asgjë. Kështu që unë jam prind vet dhe nuk i them këto filozofi as lexuara, i them të jetuara. Unë nuk them që jam prindi më i suksesshëm dhe fëmijët e mi janë fëmijët më të përsosur. Jo. Por ama them që duke u mbështetur tek Zoti që në ngjizjen e fëmijëve dhe në edukimin e tyre, them që ka mbjellur grur, edhe nëse del pak i egër, grur ka për dal. Po. Shumë e vërtet. Më kujtohet se dhe atë librin kur kam lexuar Këshilla për jetën shpirtërore në familje e Shën Profirit, ishin dy prindër të acaruar me fëmijën e tyre adoleshent, edhe shkojnë te Shën Profiri dhe i thonë që fëmia jon do ta nxjerrim jashtë nga shtëpia, do ta rrahim, do ta dënojmë për gabimin që ka bërë, edhe ai me qetësi i tha, kur u bët ju të shenjtë, i tha, që fëmia juaj të bëhet i mirë. Pra sa e rëndësishme është besimi i prindit dhe ajo edukata. Edukimi i fëmijëve vjen nga prindi. Dhe nëse do të korrigjosh një fëmijë, mos këmbgul shumë në të folura, madje edhe në të qortuara, se sa ndryshoj jetën tënde. Shenjtërohu ti dhe do shenjtërohet fëmia. Fëmia imiton prindin, pasqyrë e prindit. Dhe sot kemi probleme me fëmijët sepse nuk janë prindë të rregull. Vërtet. Nuk kanë shembuj të mirë, nuk dinë cilit model ti përshtaten. Miron, shumë faleminderit. Kënaqësi për mua.